Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimet, lavdërimet I takojnë Allahu Dhul Jalal, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salatet dhe selamet ja dërgojmë të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në muajin e bekuar, në muajin e Ramazanit, muaj me të cilin Allahu Dhul Jalal na ka begatuar me shumë mirësi. Allahu Dhul Jalal është dhurues, një prej emrave të bukur të tij është Inna Allaha dhul fadlil adhim. Me të vërtet, Allah është ai që jep shumë. Ai I cili na ka begatuar me shumë të mira në jetën e kësaj bote dhe do të na jep inshallah shumë të mira edhe në botën tjetër. Na ka dhënë shëndetin, na ka dhënë familje, na ka dhënë siguri, të mirat të pashumta të cilët Allahu Dhul Jalal ka thonë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse mundoheni mi numëru të mirat e Zotit, nuk mundi mi numëru. Por një prej të mirave me të cilat Allahu Dhul Jalal na ka begatuar dhe na ka dhënë është se Allahu Dhul Jalal punët tona të mira I shumëfishon me shpërblime, I shpërblen shumë. Pra, kalon disa çaste, disa momente që nëse ne I shfrytëzojmë, Allahu Dhul Jalal jep shumë. Ose I kalon edhe disa vende, siç është xhamia apo qapja, xhamia pejgamberit alayhis salatu wassalam, që nëse njeriu aty kryen ibadet, adhurime, falet, Allahu Dhul Jalal jep shpërblime të mëdha. Allahu Dhul Jalal thot: "Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha." Kush vjen me një të mirë, pra kush e ban një punë të mirë, Allahu Dhul Jalal e shpërblen 10 fisha. Dhe pashu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi alayhis salam thot: "Fa in huwa hamma biha fa amilaha." Nëse njeriu e mendon një të mirë dhe pastaj e ban atë, كتبها الله له عنده 10 حسنات. Allahu Dhul Jalal I shkruan atij 10 shpërblime apo 10 sevape, ila 700 dhifin ila adhafin kathir. Dhe ja shumëfishon ata deri në 700 e më shumë. Pra njeriu e mendon një punë të mirë, pastaj e ban, Allahu Dhul Jalal ata ja 10 fishon deri në 700 e më shumë. Pashu Allahu Dhul Jalal kur ka fol për dhënien e pasurisë në rrugën e Allahut Dhul Jalal, e ka përshkruar me një shembull, me shembullin e kokrës që e hudhim në tokë. Allahu Dhul Jalal thot: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba." Shembulli I atyre që japin në rrugën e Allahut Dhul Jalal është si shembulli I një kokre të cilën e hudh në tokë, prej së cilës bin 7 kallim, dhe prej çdo kalli dalin nga 100 koka. Do thonë 7 kallim nga 100 koka, 700 koka. Pastaj Allahu Dhul Jalal që thot: "Wallahu yudha'ifu liman yasha." E Allahu kujdon I jep edhe më shumë. Kjo është, domethënë, një prej mirësive dhe begative që Allahu Dhul Jalal na jep neve si njerëz, që nëse ne japmi në rrugën e Allahut Dhul Jalal, çfarë do qoftë, pra diçka që e ndihmon Islamin, diçka që I ndihmon besimtarët musliman, pra jep në rrugën e Allahut Dhul Jalal, Allahu që atë punën e mirë po e sjell si shembull I një kokre që e hudh një kokër, prej saj dalin 7 kallim, e prej 7 kallimve ka 100 koka, 700 koka, por jo vetëm ka që Allah Dhul Jalal thot: "Ku I don ja jep
edhe më shumë. Pra ti e bani të mirë, Allahu dhe Xhelal për qësit mirës po ta shumë fishon 700 e më shumë. Sot me lejnë Allahu dhe Xhelal kam përzgjedhur disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam që nëse ne i bojmë disa vepra, punë pak, po Allahu dhe Xhelal jep shpërbime shumë. Duke filluar me agjerim, me që jemi në muajin e Ramazanit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Kush agjeron një ditë në rrugën e Allahut dhul Xhelal, Allahu e largon fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit 70 vite. Pra një ditë e man edhe vullnetarisht për hir të Allahut dhul Xhelal, pra Allahu e largon zjarrin e xhehenemit nga fytyra jote për 70 vite. Po në sa ditë muna me agjeru për hir të Allahut dhul Xhelal? Po 30 ditë ose 29 ditë e muajit Ramazanit. Llogaritë pra Allahu dhul Xhelal për këtë vepër të mirë të cilën po e ban, pra fytyrën tonë po e largon nga zjarri i xhehenemit. Allah na ruaj. Pashë hadithin tjetër në të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'im shay." Kush e ushqen një agjërues, kush jep një agjërues iftar ose sifir, Allahu dhul Xhelal ja jep shpërblimin atij pa e paksu atij që ka agjëru. Pra i ke dhënë iftar dikujt ose sifir, e ke ushqi pra një agjërues, Allahu dhul Xhelal ta jep shpërblimin e atij. Allah inna prata tham inna Allah yarzuqu man yasha bighayri. Pra Allah jep sa don. Magazinat e Allahu dhul Xhelal janë pa kufish. Nuk e pakson të mirat e Zotit asgjë. Pra ja jep shpërblimin atij që ka agjëruar, por edhe ty po ta jep shpërblimin atij që i ke dhënë me hangar iftar apo sifir. Pashë hadithi tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam që pejgamberi jam thotë: "Men qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl." Të dashur do t'i kushtojnë vëmendje ti hadithit pejgamberit. Pejgamberi thotë: "Kush falet me imamin, asa imami falet, Allahu dhul Xhelal ja shkruan atij sikur ka fal tan natë." E shohmi tash në namazin e taravis, elhamdulillah vin xhamat plot, mushet xhamia në fillim nuk na zën. Pastaj ka gjysa e taravis, zvrazë xhamia në gjys. Pra këto njerëz të cilët e bojnë këtë veprim, pra e kanë humbur këtë shpërblim. Pra vjen gjysore falet, a ne zakonisht prej fillimit që nismi namazin, xhamin tonë të flas, me yatsi, me taravi, me namazin e vitrit, 1 orë e 10 minuta maksimumi. 1 orë e 10 minuta përrin në xhami, Allahu dhul Xhelal po ta jep shpërblimin sikur je fal gjithë natën. Dhe pash në hadithi tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam që thotë: "Men salla isha'a fi jama'ati فكأنما قام نصف الليل." Kush e fal namazin e yatsis me xhamat. Ati i llogaritet sikur ka fal gjysën e natës. Wa man salla as-subhi fi jama'ati فكأنما صلى الليل كله. Dhe kush e fal namazin e sabahut me xhamat, ati i llogaritet sikur ka fal tan natën. Pra kjo është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i kushton rëndësi të veçantë dy namazve. Namazit yatsis dhe namazit sabah. Ai që e fal namazin e yatsis me xhamat në xhami dhe namazin e sabahut, pra i llogaritet sikur ka fal tër natën. Pra kjo është prej mirësisë dhe begative që Allahu xhelal na jep neve, nëse punojna pak, Allahu xhelal na shpërblen shumë. Pashë me që jemi të Ramazani, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush agjeron muajin e Ramazanit dhe ja bashkangjet mas Ramazanit edhe 6 ditë e Shevalit,
ati i llogaritet sikur ka agjerue tan vitin. Pra agjeron muajin e Ramazanit, edhe ja bashkan gjatë 6 ditë mas Ramazanit, vullnetarisht nëse do. Po Zoti ta jep shpërblimin sikur ke agjerue tan vitin, më thonë ke majtë Ramazan. Prej të mirave që Zoti na jep, është edhe nata e Kadrit. Pra Allahu xhelal me pak punë për një natë jep shpërblime të mëdha. Siç thot në Kur'an, Lejletul Qadri khayrun min alf shahr. Nata e Kadrit më e vlefshme se 1000 muaj. Pra Allah na jep shansën edhe mundësinë që ne për një natë me arrit shpërblime sevape sikur 1000 muaj jena fal, sikur 1000 muaj kina dhënë sadaka, apo çfarë do vepre të mira që bën atë natë, por Allahu xhelal ta jep shpërblimin sikur ti 1000 muaj ke bën të mirë. Pashu prej të mirave që Zoti na jep, pregative që na jep, që ne gjatë këtij muaji, po edhe jashtë këtij muaji të bekum, kur lexojnë Kur'an, Allahu xhelal për një shkronjë që e lexojnë na jep 10 sevape. Pra ne lexojnë vetëm një shkronjë dhe shkon në hadithin e pejgamberit sa kush e lexon një shkronjë nga Kurani, Allahu xhelal ti ja shkon 10 të mira, edhe ka thonë po them elif 10, lam 10, mimi 10. Pra vetëm me thonë elif lam mim 30 sevape. Pashmë prej të mirave që Zoti na ka dhënë këtë muaj është se umra janë këtë muaj, gjatë muajit të Ramazanit, Allahu xhelal e shpërblen sikur me kryer një hax. Ka thonë pejgamberi sa umra në Ramazan e ka shpërblimin e haxhit. Pra kush van umra gjatë muajit të Ramazanit, Allahu xhelal e shpërblen sikur me kryer një hax. Po ashtu prej shpërblimeve të mëdha që Allahu xhelal na jep, thash më herët, ka thonë pejgamberi alayhis salam kush e fal një namaz në Kabe, shpërblimin e ka sa 100.000 namazë mi fal. A do thotë kjo se unë shkoj në Kabe i fali një namaz edhe e kum kry ma mos mu fal? Ja, Allahu xhelal ta kërkon falin e 5 kohë vazhdimisht. Mirë po, për një namaz që e fal në Kabe, pra shpërblimin ta jep ty sa 100.000 namazë. Ose ka thonë kush fal namazin në xhamin tim, pra në Medinë, shpërblimin e ka sa 1000 namazë. Dhe kush e fal namazin në Mesjidul Aqsa, pra që është në Palestinë, elusmi Allahu xhelal që Allah ta shliron sa më shpejt, edhe të na mundson besimtarë muslimanë që të shkojnë të lirë në paqe ta vizitojnë edhe të falmi aty. Ka thënë pejgamberi sa një namaz që e fal në Mesjidul Aqsa e ka sevapin shpërblimin sa 500 namaz. Të dashur vëllezër, këto janë disa shanse, disa mundësi me të cilët Allahu xhelal na mundson që ne të arrijmë shpërblime të mëdha. Andaj edhe muaji i Ramazanit është një shans, është një mundësi prej së cilës ne kena mundësi me fitue shumë. Të dashur vëllezër, në një kohë ku njerëzit janë të angazhuar që sa më shumë me fitue pasuritë e dunjos. Kush po bën shtëpinë më të mirë, kush po bën makinën më të mirë, kush po bën atë më të mirë, pra këtë njerëz duke vrapu për dunjallëkun, besimtarët punojnë dhe veprojnë që sa më shumë të dubojnë vepra të mira, në mënyrë që kur dalin para Allahut xhelal, në regjistrin e veprave të mira të gjejnë sa më shumë punë të mira. Për fund, pa ta shumë ju lodhëzër, ju përkujtoj një thonjë të Imam Shafiu që ka thonë, nëse njeriu nuk e mban veten me punë të mira të angazhume, e keqja do ta pushtojë. Pra nëse njeriu nuk e angazhon veten me punë të mira, atëherë e keqja ka për me mund. Se kur njeri nuk merret me një punë të mirë, atëherë normalisht e ka me fillu me marrë me punë të këqija. Ne lutem Allahun xhelal që Allah na bën për atyre që jetën tonë e shfryzojnë në vepra të mira. Lutem Allahun xhelal që Allah na mundson që këto çaste, momente të cilat Allah na jep si shansë dhe mundësi me shfryzojnë në vepra të mira. Allahu xhelal na fal gjunat dhe mëkatet. Zoti ju shpërblet për sabrin dhe durimin që na dëgjuat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.